إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, vazhdojmë me lejen e Zotit në librin ose në mësimin ton fragmente nga jeta e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Normalisht që ne bazohemi ke libri i Imam Al-Hafidh Ibn Kathir, Allahu e mëshiroft, por përzjedhim nga tematikat që ka sjellë ai në librin e tij, ato që janë më të dobishme për ne. Atëherë, mësimin e kaluar përmendëm betejën madhështore të Bedrit, e cila është një betejë që Allahu i madhëruar ka ndarë mes të vërtetës dhe të kotës. Dhe e sqaruam me aq sa na dha Zoti më sukses, dhe pasi përfundoi kjo betejë madhështore me fitoren e besimtarëve, ku Allahu subhanahu wa ta'ala zbriti 1000 me lajke në ndihmë të besimtarëve, dhe jo besimtarët kur pan këtë gjë u larguan me vrap nga fusha e betejës. I pari që u largua ishte shejtani, i cili kishte marrë pamjen e dikujt prej njerëzve, dhe tha: inni ara ma la taraun, inni akhafu Allah. Unë shoh ato që ju nuk shihni, unë i friksohem Allahut. Dhe pasi humbën 70 nga krerët e tyre dhe u zun rob 70, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ndau pasurinë, plaçkën e luftës. Thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Më janë dhënë mua 5 gjëra, 5 veçori që nuk janë dhënë ato askujt përpara meje, pra prej të dërguarve. Ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Është bërë për mua toka e pastër dhe xhami, pra vend falje. Uhillat li al-ghanaim wa lam tuhilla li nabiyyin kana qabli. Më janë lejuar mua plaçka e luftës dhe nuk ka qenë lejuar për në një pejgamber tjetër para meje. Wa nusirtu bir-ru'b masirat ash-shahr ala adui. Dhe jam i ndihmuar me frikën një muaj larg tek armiqtë e mi. Wa bu'ithtu ila kulli ahmarin wa aswad. Dhe jam i dërguar te çdo i kuq apo i zi. Wa utitu shafa'a, dhe më është dhënë mua ndërmjetësimi. Wa hiya na'ilatun min ummati man la yushriku billahi shay'an. Dhe ajo i përket prej umetit tim, aleikum selam wa rahmatullah, atij që nuk i shoqëron Allahut asgjë në adhurim. Ky hadith na tregon që plaçka e luftës i është lejuar të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i është lejuar pejgamberëve të tjerë përpara tij. Siç thot në hadithin e Abu Hurajras radiallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ghaza nabiyyun min al-anbiya fa jama'a al-ghanaim
فجاءت نار لتأكلها. Ka luftuar një pejgamber nga pejgamberët e Allahut dhe kanë mbledhur plaçkën e luftës dhe erdhi zjarri që ta hante atë, që ta diqte atë. Pra, kjo është një veçori që Allahu i madhëruar ja ka dhënë të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam. Pra, i dërguari i Allahut është në rrugën e pejgamberëve para tij, të cilët kanë luftuar për të mbrojtur fenë e Zotit, kanë luftuar për të përhapur fenë e Zotit, kanë luftuar kundër atyre që duan të shuajnë dritën e Allahut. Dhe e dini shumë mirë që Kurejshët, populli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka bërë shumë tentativa për të shuar dritën e Allahut. Arritën deri aty sa të torturonin besimtarët, të vrisin besimtarët, t'i plaçkisin ata dhe deri në aktin kulminant që donin të vrisin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu i madhëruar u lejoi besimtarëve pasi u fuqizuan në Medinë të luftonin dhe të përhapnin fenë e Zotit, sepse dihet që arabët ishin, si ta thuash, fanatik ndaj kurejshve dhe thonin në qoftë se ky fiton kundra kurejshve, atëherë me të vërtetë është i dërguar i Zotit. Dhe e konsideronin kurejshët si robët e Allahut. Pra, e kemi thënë më përpara, i respektonin sepse ishin bijtë e Ismailit a.s. dhe Ibrahimit a.s. Dhe mas ngjarjes së elefantit, kur Allahu e mbrojti Kabën nga ebreha, ata nuk i cënonin kurejshët, sepse thoshin këta janë njerëzit e Zotit. Pashka se ata ishin në shirk, ishin idhujtar, dhe e kemi thënë që ata e devijuan fenë e Ibrahimit a.s. dhe ai që e devijoi i pari ishte Amr ibn Luaj. Atëherë arabët ju kundërvuan të gjithë të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe thanë ky po prish fenë e popullve, e baballarëve tanë. Dhe ata që i ndihmuan ishin banorët e Medinës. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ndihmoi të dërguarin e tij dhe për 10 vjet i gjithë gadishulli arabik pranoi Islamin dhe u përhap Islami në gjithë këtë territor dhe pastaj mas vdekjes së dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam u përhap Islami nga Spanja dhe deri në Kinë. Tham pra që hadithi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që më është bërë 5 gjëra, pra 5 veçori dhe këto dhe nga këto është plaçka e luftës. Nga ato veçoritë e tjera është që jam dërguar ke çdo i kuq dhe i zi, pra jam dërguar te të gjithë njerëzit, çfarë do lloj ngjyre qofshin. Gjithashtu më është dhënë ndërmjetësimi që është vendi i posaçëm në Kiamet dhe ndërmjetësimet të veçanta që ka ai në atë botë, dhe kjo thot i përket dhe kjo i takon prej popullit tim, për atyre që unë jam dërguar, atyre që unë i kam ftuar, i kam thirrur, vetëm ata njerëz që nuk i shoqërojnë Allahut asgjë në adhurim. Pra vetëm ata që janë me tauhid. Një person që bën shirk nuk e kap ndërmjetësimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na ruaj nga kjo. Atëherë, në lidhje me frikën, veçoria tjetër që i ka dhënë Allahu këtë dërguar, i thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, tek surja Anfal 12, idh yuhi rabbuka ila al-malaikati inni ma'akum fathabbitu alladhina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب.
Kur Zoti yt I shpalli engjëve me lajkëve, unë jam me ju, forconi ata të cilët besuan, përforconi ata të cilët besuan, dhe unë do të hedh në zemrat e atyre që mohuan frikën. Allahu Azza wa Jall I futi në zemrat e jo besimtarëve frikën. Dhe kjo është nga shkaqet e humbjes. Pra, është një veçori që e ka dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, pra në gjatësinë një muaj larg. Një muaj larg, Allahu Azza wa Jall I fut në zemrat e tyre frikën. Tani, pasi u nda pasuria dhe I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, plaçka, u kthye në Medinë, triumfues, dhe pranuan Islamin një grup personash që ishin nga banorët e Medinës, me në krye Abdullah ibn Ubej ibn Selul. E kemi thënë që ky grup ishin grup armiqësor ndaj dërgumit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe kishin tentuar ta luftonin, por ishin të pafuqishëm. Atëherë mbas Bedrit, mbas kësaj fitore madhështore, ata pranuan Islamin dhe në zemrat e tyre nuk besonin. Ishin jo besimtar, fe mohues. Dhe këta u quajtën munafik, hipokrit. Pranuan Islamin nga për të përfituar dhe për të ruajtur. Thot Allahu Azza wa Jall: "Idh ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhad innal munafiqina lakadhibun." Por kujto kur të erdhën ty hipokritët dhe të thanë ne dëshmojmë se ti je I dërguari I Allahut, dhe Allahu e din që ti je I dërguari I tij, por Allahu dëshmon që hipokritët janë gënjeshtar. Pra normalisht duhet të ruhet I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë moment edhe nga ky grup I cili e luftonte Islamin nga brenda. Pra nuk mjaftoi lufta vetëm nga jashtë, por duhet të ruhet dhe të ishte I kujdesshëm edhe nga ky grup që e luftonte Islamin në këtë mënyrë. E tham në mësimin e kaluar që numri I pjesëmarrësve në Bedër ishte 300 sa. 317 apo 319, Allahu e di më së miri, rreth këtij numri, prej muhaxhirëve, prej atyre emigrantëve që ishte numri 86, dhe prej fisit Eus 61 dhe prej fisit Khazraj 170. Numri I vogël I fisit Eus ishte për shkak sepse ata jetonin në lagjen e sipërme të Medinës dhe I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk mori ata që ishin larg, po mori me vete ata që ishin afër dhe kishin kafshët e tyre afër. Pra nuk priti derisa të vinin ata nga lagja e tyre. Për këtë shkak në këtë betejë ata ishin në këtë numër, pashka se ata ishin më të fuqishëm në luftë, fisi Eus. Megjithatë, deshi Allahu që të ishin prej tyre ky numër. Ka ardhur në Sahihun e Buhariut nga Bara ibn Azib radiallahu anhu ka thënë: "Kunna ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam natahaddathu anna iddat ashab Badr ala iddati ashab Talut alladhina jawazu ma'ahu an-nahr wa lam yujawiz ma'ahu illa mu'minun bid'ata 'ashara wa 300." Thot për ky sahabi nderuar, ne ishim shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që tregonim që numri I pjesëmarrësve në luftën e Bedrit ishte sa numri I pjesëmarrësve
me Talutin, që përmendëm më parë, të cilët kaluan lumin. Dhe nuk e kaluan lumin me të vetëm se 300 e disa besimtarë. Pra, rreth e kalon pra 10 deri ke 20 është për fjala bidatun. Dhe këtë e përmendëm në mësimin e kaluar. Kurse idhujtarët, pra nuk harruam të themi edhe këtë që nga besimtarët atë ditë në këtë luftë u vranë 14 besimtarë. 14 besimtarë. Kurse nga mushrikët ato ishin mes 900 dhe 1000 veta, siç e thamë mësimin e kaluar, dhe prej tyre u vranë 70 dhe u zun robër 70. Ka ardhur e përmendim dhe argumentin në mënyrë që të mësohet, ka ardhur në Sahihun e Buhariut nga Bara ibn Azib radiallahu anhu ka thënë: "Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu asabu min al-mushrikin yawma Badrin 40 wa 100 70 asiran wa 70 qatilan." Thot, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij që i shkaktuan dëme mushrikëve ditën e Bedrit 140 vet, 70 robër dhe 70 të vrarë. Në një hadith në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot për pjesëtarët e luftës së Bedrit: "La'alla Allah ittala ala man shahida Badran fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum." Allahu ka parë në zemrat e atyre që kanë prezantuar luftën e Bedrit dhe ka thënë: "Punoni çfarë të doni, unë ua kam falur juve." Në këtë hadith tregohet jo se nuk do të bëjnë gabime dhe gjunahe, por tregohet që Allahu subhanahu wa taala këtij grupi njerëzish do t'ua falë atyre gjunahet. Pra këta janë nga besimtarët më të mirë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç janë dhe me lajket që morën pjesë, me lajket më të mirë në grupin e me lajkeve. Pastaj, mbas betejës së Bedrit, normalisht që i gjithë fiset arabe ishin në armiqësi me dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguari i Allahut mori vesh që një prej fiseve ishte bërë gati ta luftonte të dërguarin e tij, pra ta luftonte atë, të dërguarin e Allahut, dhe kur i erdhi ky lajm, përgatiti dhe u nis te ky fis. Dhe kur arritën atje, ata u larguan dhe lanë plaçkën e luftës, të cilën e mori i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra u bën gati që ta lufton, pra donin të luftonin dërguarin e Allahut, po kur erdhi i dërguari i Allahut atje, ata u larguan dhe vrapuan, u kthyen, u zbrapsën pra. Pastaj ndodhi një ndodhi tjetër kur Ebu Sufjani u kthye në Mekë dhe pa përhumbjen e madhe që ishte shkaktuar, atëherë u betua që nuk do ta preki kokën e tij ujë derisa të sulmoj të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra ishte një lloj hakmarrje që donte të zbatonte. Dhe u nis me 200 kalorës, u nis dhe arriti në pjesën lindore të Medinës, ku e priti një nga fiset jehude, fiset e çifutëve, dhe mori informacion prej tyre
dhe shkaktoi disa dëme. Preu disa, shkuli disa pemë ose prishi disa gjëra dhe vrau 2 veta dhe u largua. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u vu në ndjekje të Ebu Sufjanit, por ata ikën. Pra shkaktuan dëm dhe ikën. Dhe për të qenë sa më të shpejt në largimin e tyre, i hodhën ato ushqimet që kishin me vete në deve, pra për të qenë ose në kuaj, i hodhën. Dhe kjo u quhet lufta e Sewikut, sepse ajo ushqimi që përgatitet që ata e konsumonin, që quhet Sewik, her pas here e hidhnin gjatë asaj për të qenë më të lehtë. Pra kjo ishte një tentativë e Ebu Sufjanit për sulmuar besimtarët, por në momentin që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shkon atje, ata largohen dhe e bëjnë këtë lloj veprimi. Pra pam që edhe jehudët e thyen marrëveshjen. Siç e kemi thënë në fillim, në Medinë ishin 3 fise jehude. 3 fise jehude. Me këto 3 fise, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri marrëveshje që të mos jenë, domethënë, gjërat e fshehta, por se kjo marrëveshje ishte që njerëzit të jetojnë me njëri tjetrin, po të ruajnë kufit dhe të ruajnë ligjet dhe të ruajnë rregullat. Po normalisht jehudët janë nga ata persona që në gjithë historinë e njerëzimit janë shquar si njerëz që i thyen marrëveshjet, si njerëz hilacak, si njerëz tradhtar. Dhe do vi më mbrapa më e gjerë për në këtë temë. Atëherë pastaj ndodhi që masi kaloi muaji Dhulhixhe, pra mbaroi viti i 2 i Medinës, pra mas hijretit, mas emigrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbaroi viti i 2 dhe vjen viti i 3. Dhe në këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aleikum selam wa rahmatullah, mori vesh që një prej atyre fiseve kishin përgatitur për ta luftuar dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe u nis për në këtë vendin që quhet Nejd. Dhe kur arriti atje, ata u zbrapsën, siç bën dhe të tjerët. Dhe në Medinë kishte lënë si zëvendës i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affanin, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Se sa herë dilte për në betejë, lënte dikë në Medinë si drejtues, që njerëzit të ktheheshin dhe ai të ishte kujdestari i qytetit. Pra tham që në këtë betejë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me 450 vet dhe kur pan këta beduinët u larguan dhe shkuan, u ngjitën nëpër male dhe lanë aty plaçkën, pra që u mor dhe iku me ta. Është vënë re te kjo pjesë që mushrikët tentuan që të gjejnë rrugë të tjera për tregtinë e tyre. Dhe u munduan që të gjenin rrugë larg nga rruga kryesore. Pra, aty ishin ata që me atë mendjemësinë e tyre donin
të shuanin fenë e Zotit, të shuanin dritën e Allahut, të bënin padrejtësi ndaj njerëzve, por në momentin që Allahu i lejoi besimtarët të kundërvihen dhe të shkaktojnë dëme ashtu siç ata donin të zhduknin këtë grup njerëzish, atëherë tani ata u vunë në gjendje të vështirësie dhe u vunë në ngushtim. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam sulmonte edhe rrugën ekonomike të tyre, që ishin karvanet. Dhe mbas çdo lufte të rëndësishme që ka bërë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, jehudët që ishin 3 fise kanë bërë nga një tradhti të madhe dhe të rëndë. Sepse ata mendonin që duke u shkaktuar, duke u bërë gjithë kjo betejë, mendonin që besimtarët do të dobësoheshin dhe gjeshin rastin më të volitshëm për të luftuar besimtarët. Megjithëse ata ishin idhtar të librit dhe kishin në librat e tyre që të mbanin besën, të ruanin marrëveshjet, të mos gënjenin, të mos bënin tradhti, të mos thynin fjalën, e tham pra që këta gjithmonë do t'i gjeje në këtë lloj vepre. Dhe mas betejës Bedrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri betejën e fisit jehud Banu Qainuqa, kështu quheshin ata. Këta jetonin në periferi të Medinës. Dhe një nga shkaqet që përveç thyrjes së paktit të marrëveshjes dhe intrigave që vazhdimisht bënin, ishte se një grua prej muslimanëve shkon tek këta, sepse ata ishin zanatçi në përpunimin e metaleve të shmuara, pra floririt dhe argjendit, si quhet ajo puna që merret me këto. Dhe pasi shkon, dikush nga jehudët ja lidh rrobën e saj me një diçka që kur ajo të lëvizte, t'i zbuloi pjesa e trupit. Dhe filluan të qeshin dhe të tallën dhe të siç e kanë zakon, që ju po i shikoni her pas here kur ata e bëjnë në një formë të tillë. Pra ju bashkua edhe ky veprim që bën ata, ju bashkua tradhtisë së tyre të marrëveshjes dhe të pakteve që kishin bërë me dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe i rrethoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vajti në zonat e tyre dhe para se t'i luftonte ata, i këshilloi. I tha, o njerëz, o jehud, ju tha, domethënë mos bëni veprime të tilla dhe të merrni ndëshkimin siç e morën ata që sapo luftuan me dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por nga mendjemasia e tyre që kishin, në vend që të pendoheshin ke Zoti dhe të shikonin edhe librat e tyre që i urdhronin për këto cilësi, për këto që janë, çdo pejgamber ka ardhur me cilësitë e mira të njerëzimit, ata filluan të tallen me të dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe me besimtarët. Ti ke luftuar deri tash me gomerët. Ti nuk e provuar, tha, njerëz si jemi ne. Pra, zakonisht njerëzit e tillë bëjnë edhe rolin e sikur janë trima. Në realitet dihen ata shuhen që janë frikacak. Pashka këshillës dhe asaj që i ofroi dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe në momentin që u rrethuan 15 ditë, u dorëzuan. U dorëzuan, kaq ishte. Aq ishte trimëria e tyre dhe
u caktua, përpara se të merrshë vendim, pra ja lanë vendimin dhe gjykimin të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, kreu i munafikëve Abdullah ibn Ubej ibn Selul nguli këmbë pasi ai ishte i pari i fisit Khazraj, kishte qenë pra, dhe ata kishin marrëveshje me këtë fis jehud, nguli këmbë dhe u bë shumë këmbgulës që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam të mos i dënonte këta siç e meritonin. Dhe pas këmbguljes së tij të fortë, u larguan nga Medina dhe vajtën dhe u shpërngulën në një nga vendet e Shamit, po thuhet që nuk e patën të gjatë, sepse shumica e tyre vdiqën mbas një farë kohe, jo shumë të gjatë. Pra u larguan nga Medina, vajtën në Edruat, kështu quhet, në Edruat të Shamit, në kësaj zone, dhe nuk zgjati shumë, vetëm se shumica e tyre u zhduk, u shkatru. Allahu e di shkakun, sepse u ndodhi kjo. Gjithsesi, ta dini që ky fis, pasi theu marrëveshjet, u përzu nga Medina dhe u largua, dhe Medina nga 3 fise jehudi që kishte që banonin aty, dhe mund banonin dhe të jetonin aty, por ata zakoni i tyre ishte tradhtia dhe prishja e marrëveshjeve, prandaj dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam veproi me këta në këtë lloj mënyre dhe nuk zun mend, nuk ecën, pra dhe kjo është një argument më tepër që tregon që ata nuk e zbatonin as librin e tyre që e kishin në duart e tyre, jo më të zbatonin librin që ju shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kaq ishte për sot mësimi. Inshallah, mësimet e tjera nuk do t'i themi me kaq detaje, do kalojmë ato ngjarjet më kryesore, inshallah, që ta mbyllim dhe këto fragmente nga jeta e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk do kalojmë në çdo betejë të tij, por në ato kryesoret, derisa të vi dhe mbyllja e këtij libri madhështor, ose do të thënë kësaj historie madhështore, që është historia e më të mirit e njerëzimit, atij personi që do të hyjë i pari në xhenet, që është i dërguari jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe pas tij do të hyjnë pejgamberët e tjerë. Kështu që e lutim Allahun e madhëruar të na bëj prej besimtarve musliman dhe të na bëj që të hyjmë në xhenet me të dërguarin e Allahut dhe me gjithë të dërguarit e Zotit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.